atëherë para se të vijë unë ministër, 3 vitet i kanë konsumuar 3 ministra Maqedonas. Dhe ato nuk kanë patur as edhe kërkesë për të bërë kjo në gjuhën shqipe. Tani, a është kërkesë formale, a duhet të bëhet, mos bëhet, është çështje tjetër. Por nuk kanë patur. Pra, se zakonisht gjithë ministrat e drejtësisë kanë qenë shqiptar, të BDI-së. Po, bëhet një mashtërim shumë i madh, sepse ligji për përdorimin e gjuhëve sill vitin 2018, kurse flitet për ministrat të cilët kanë qenë pas miratimit të këtij ligji që këtë rast janë ministër paraardhës fëmijë që kanë qenë Maqedonas. Nuk ka pas kërkesë formale. E them edhe një herë hapur, ka qenë vetë iniciativa e ime në 2 universitetet kur kam bërë vizitë, në Universitetin e Evropës Juglindore, në një konferencë ndërkombëtare, por edhe në Universitetin e Tetovës, kur kam dorëzuar vendimin për hapjen e klinikës juridike, kam thënë që ka qenë kërkesë e gjeneratës sime, por edhe një shqetësim edhe juaj që provimi i jurisprudencës, por jo vetëm ai, edhe për notariat, edhe për përmarrim të bëhet në gjuhën shqipe.